Jemi në prag botërorit me fanellat e reja. E frisë s'flas dot se ku bëj frymë. Përveç atyre që janë këtu, ne kemi edhe janë 9 milion tjerë që jetojnë jashtë. Nëse nuk ja dalim dot mban me Polonin, a quhet dështim? Pyetja tha me kërë tifoz, vetëm këtë pyetje. Oh, e pasa me kujnë këtë. Po nuk e di se si, çdo gjujtë shkon në rrjet. Me pak fat thash që Siç e thot Albanxhani, shumë fat. edhe nëse nuk kemi fat, faktë ndalim me kokën lart, themi që okay, provuam, po s'ja doli. Miq të Andal Sport, jemi në prag botërorit me fanellat e reja. Ma thot, do shkojmë apo jo? E frisë s'flas dot se ku bëj frymë. Se ja ftosh për shumë dot e fundit. Lëshojnë frymën miq. Po ule pak barkun, ule. Po tash ja pra, po vjen vera. Fanellat e reja Flora, fanellat e reja të sezonit 2026-2027. Fanellat e botërorit, uroj. Të kombëtares shqiptare të futbollit që do t'i veshim që në sfidën me Polonin. Kjo që kanë veshur unë është ngjyra e kuqe, është fanella e parë, karakteristika këto vijat që në krahun e djathtë formojnë edhe shqiponjën. Ajo e Florit ndërkohë Është fanella e tretë, fanella me fat që kemi quajtur ne. Me këtë do të luajmë në Poloni për të ruar një kualifikim atje. Dhe ka një detaj tjetër që këto lulet që shikoni janë Zambak që ka patur dhe për krenarja Sunderbeut. Detajista. Sa detaje shumë të veçanta te fanella, për te quhet, për te limiteve, për te ëndrave, për te oqeanit urojmë. Për te është, po themi, Ajo mota e fanellës që ka. po ku më pëlqej për te. Po ne ku do shkojmë për te, çfarë do shkojmë sot? Ne për te një interviste po shkojmë. Jemi me Sokolxhani, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi. Mirë se na erdhe. Zë Goxha i dëgjuar nga gjithë sportdarsit Mbyllë jo vizitë vetëm. dhe Gjoni vetëm Edhe zërin e kolit. Jemi këtu ku jemi pa ndoshta e menduar shumë që do të ishim në këtë fazë, për të thënë vërtetën. Mendoj që është mundësi që nuk është se do na jepet shumë herë, duke qenë se jemi një skuadër, pavarësisht se në gjithë na pretendojnë që jemi rritur, por ne mbetemi prapë skuadër e një niveli mesatar apo nën mesatar, se nëse themi jemi të fortë, ose çfarë do thotë Anglia, Spanja, ekipet e tjera. Kjo ndeshja me Polonin do të shumë fat. Sepse se kemi fatin me vete, besoj do jetë problem. Por ajo që mund të them është që të paktën edhe nëse nuk kemi fat, edhe nëse eliminohemi, të paktën ndalim me kokën lart, themi që okay, provuam, po s'ja doli. Pra kur thua dalim me kokën lart, nuk kupton lojë të bukur apo nuk kupton rezultat të ngushtë. Jo, nuk them lojë të bukur, se është shumë e vështirë që ta pretendoj që të bëhet lojë e bukur Shqipëria në Poloni, por të shikoj lojtar ato 11 apo 16 përfshi ndoshta edhe rezervat kush do aktivizohet, japin shpirtin fushën lojës, sakrifikojnë, pastaj kualifikohemi apo jo. Besoj që nuk është se e përcaktojmë ne. A është ndoshta kjo gjenerata më e mirë lojtarëve që Shqipëria ka pasur ndonjëherë? Shko, nuk pëlqen ta bëj një krahasim të tillë, e di pse se futbolli ndryshon në kohë, në vite. Me thënë, si ka qenë para 10 viteve, 20 viteve, unë besoj shumë që grupi që u kualifikuar për herë të parë në kampionatin evropian ishte më shumë grup, nuk po them më të mirë. Ta sotmet janë në nivele po themi më të mira, por që nuk më duken aq grup sa ata që u kualifikuan për herë të parë në evropian. Ndoshta dëshira madhe, ndoshta kohët sigurisht evolojnë, lojtarët deri diku pa dashur që të vëgishtin mendojnë ndonjëherë dhe më tepër për aspektin personal një ver kluber se sa për ekipin kombëtar. Disa janë të lindur dhe të rritur jashtë Shqipërisë që edhe mentaliteti i bën pak më të ftohtë, më akull. Të gjitha këto janë komplekse, kështu që nuk mund ta quaj që ky është grupi i fortë apo ai, por si grup kompakt, grupi që u kualifikua për herë të parë në Europian me Mehmet Debiasin, ishte më shumë grup. Lojtarët kanë filluar dhe po kanë pak a shumë pozicione fikse dhe pak a shumë formacione kombëtare s'dihet. Po. Ne dim portën mbrojtje mes fushës, vetëm sulmin s'dim ne. Ne dim krahun e majt dhe dy qendrat, dim nëse janë vetëm krahu djathtë që kur s'ka qenë hysaj, ndoshta alternohet Balliu, pak a shumë mes fushës, vetëm sulmi ka qenë ai që ne ka mbajtur çik peng. Dhe fakti që disa prej tyre kanë pas po themi vendin e sigurt, sigur i ka bërë edhe pak ndoshta për këtë dhelur apo pak nga këta që me Qerallafi, ndërpres ka zëra të fortë që në listë mund të jetë ftuar mbrojtësi krahu djathtë që bën dhe qendër që luan Poloni, tani emri s'm kujtohet. Duke e njohur dhe Silvinho nga afër. Bëj dhe eksperimente në këtë fazë, ai bëri kualifikues. Shumë e vështirë që jo vetëm Silvinho, do ishte vështirë për çdo trajner që të merrte një lojtar që është totalisht jashtë grupit, pasi ndeshje me ekipin kombëtar, ta hedhë direkt Poloni. Ato mendim ka unë, pra kur ma thanë u çudita pak. Ose ai do jetë Messi ose Ronaldo ose nuk luan asnjë. Ato mendova unë se Silvinho nuk para për eksperimente. Është shumë e vështirë dhe është ndoshta dhe mund të krijojë po themi hatërmbetje me ata që janë atje që të vinë një nga jashtë të luajë direkt Poloni, kur atë ndeshën me Polonin ndërrojnë ta luajnë besoj 50 lojtarë. Po duke pas parasysh Hysa s'ka pik minuta në këmbë, edhe Balliu s'ka minuta në këmbë.
Shiko, Hysaj vërtet s'ka se ky ritmi i ndeshjes ndoshta i mungon, po bëhet fjalë për një ndeshje. Për 2 maksimumi. Okej. Dhe besoj që për 2 ndeshje, të paktën me eksperiencë që Hysaj ka në një kampionat si ai italian, dita menaxhoj. Hysaj ka treguar në ndeshjet e mëparshme që pavarësisht ka qenë në qendër kritikave, Po për këtë vjen pa shumë minuta, ky është problemi më i madh. ka gjithë sezonin, Jo, herë të tjera që më ka gjithë sezonin Hysaj që nuk ka minutat e Lazio, që nga fillimi. Duke qenë se në fundin e kontratës me Lazio, u la jashtë ekipi, më pas ka që kishte dëmtime u kthye, por në ndeshjet kualifikuese Hysaj Bëri dhe bëri mirë në futboll. ka lojtarët më të mirë. Prandaj po them që një ndeshje ose 2, besoj që Hysaj mund t'i marri maksimumin. Lajmi keq ishte ky i Manajt këtë fundjavë që pas minutës 7 pati një problem në fakt 1-2 javë përpara. Provoi të kthej dhe u dëmtua. Edhe për Silvinën ky është halli më i madh. Manaj se Manaj Silvinën shikon si titular të padiskutueshëm për momentin. Pra, nëse do kishte Brojën, Dakun dhe Manaj, zgjedhja shkonte tek Manaj. Po ta shikosh gjithë kualifikueset ka qenë pika referimit të sulmit. I ofron shumë po themi nga ato që trajneri do. Specialist futbollit nuk jam. Kam 20 vite që shoh futboll, po diçka ndoshta kuptoj, por duke biseduar me njerëz që janë afër futbollit, thonë që e bën shumë mirë për ta nxjerrë ekipin përpara në sulm. Mehmeti ose Muçi, apo Muçin e mendon sigurt. Muçin besoj 99.9% Muçi Po, do jetë. diçka- Edhe nga ato që un paktën burimet që kam unë, them ndoshta në 100% që do jetë Muçi. Ah, Pra okay. Me burime, po. Burime sigurt ta thonë që do vi. 99.9, pastaj ngjelet deri 0.1. Shiko, ti the diçka pak më parë që më pëlqeu që the në këtë pikë, po nuk sheh lojtar aktual që ka luajtur me kombëtaren, që qenë pjesë e grupit. Hiç Messi për Ronaldo nuk do luajë. Res Muçi nuk është lojtar që ka luajtur me grupin. Që Muçi ka luajtur pak, por edhe kjo deri diku ndoshta e ka një shpjegim që Muçi duhet të jetë ekipin kombëtar gjithmonë. Kjo do të firmos si tani dhe mos diskutohet më, se besoj që nuk e kemi një lojtar me të tilla aftësi dribluese kaq të mira teknike sa Muçi për momentin. Domethënë, unë mendoja deri diku që ishte Broja një i tillë, por që rendimenti këtyre 2 viteve gjysmë Me kohën e humbi. nuk po e nxjerr pa diçka të tillë, kurse mendoj që Muçi do jetë pastaj se do luaj apo se do futet zëvendësues, unë këtë nuk di ta them, sepse ka një kombëtare ka një dinamik të ndryshme nga niveli i klubit. Për shembull, Patjetër. Muçi me klubin me Trabzonsporin arriti 7 gola në mos gaboj në 8-9 ndeshje. Tani ka 2-3 ndeshje që nuk shnon. Në ekipin kombëtar, ty qellojnë ndoshta këto 2 ndeshje që ti nuk je po themi në formën e mirë, nuk le një përshtypje. Do të thonë ndoshta nuk bind dhe në ekipin kombëtar koha është e shkurtër, ti vjen të hënën, ke stër vitet martën, mërkurën tende ke ndeshjen. Maroj, nuk ka kohë që ti të, do të thënë kush je maksimumi. Ne kemi patur dhe shembullin e një lojtari si Ajeti që nuk luante, ka qenë edhe pa klub, vinte dhe bënte ndeshje më të mira gjithmonë. Këtë po them. Ajeti për shembull, unë kur e kam parë për herë të parë Ajetin tani që u rikthye, të gjithë kishte kryer një përshtypje se Ajeti kishte lënë futbollin, kishte marrë me futbollin. Kishte kohë pa grumbulluar. Kishte kohë, përfundoi në Cluj, Ajeti ishte një nga më mirë të Serie A. Po. Ka qenë një nga më të spikaturit e Serie A. Kur erdhi, i thash, më duket se s'ke ikë asnjëherë nga ekipi kombëtar. Dhe realisht kishte një përshtatje aq të mirë, saqë të jepte përshtypjen thoshë ka ikë një herë ky. Ndërkohë që të gjithë e dinin që kur pan lajmin që Ajeti u rikthye kombëtare, ta shohim mirë ku lua Ajeti tani. Alinda Ajeti ka dinamika ndryshme kombëtare. Alinda Ajeti 1 ose Roshi 2, lojtarë që duket se luajnë vetëm me kombëtaren. Sigur i ke vetëm te kombëtare, nuk i ke me klubin. Shumë vërtet. Për Roshi nuk ka mendime të tjera, po gjithsesi. Për Roshi? Shiko, Roshi spikasta vetë kur vite nga stoli. Zëvendësues nuk ishte ai i njëjti Rosh. Roshi shfrytëzonte shpejtësinë e tij dhe vite nga stoli i freskët minutë 70. Roshi titullar nuk ishte njëjti Rosh. Ka bërë diferencë. Roshi titullar nuk ishte njëjti. Ta kujtoj ta ndeshën Portugali. Titullar nuk ishte. Fillove kualifikimin nga. Po mirë tash një mrekulli. Edhe Asani u duk. Arjan Robeni për 3 ndeshje, pastaj u zhduk tani. Po i parë Roshi ishte efektiv nga stoli. I parë me Portugali, na fal kolën e përtasim. Me Portugalinë e çau Bale më shumë se Roshi. Ishte meritë e Balait. Po pyetja është. Pyetja është tjetër. Me këto lojtarë që listuam, ka bërë Silvinho maksimumi me këtë grup? Në të mujori Silvinho që kualifikoi ekipin u përputhën gjitha. Me fat, me formë lojtarë, ishin pak nga të gjitha, por nuk e di se si, por çdo gjujtje shkon në rrjet. Ishte manuali që kjo nuk di gol. Shikoj, nuk di të japi shpjegim. Kam qenë një herë në Çeki me Çekin ku barazom 1-1 me golin e Bajram nga distanca. Me thënë nuk kisha qenë të dy herë tjera në Çeki. Një herë hongëm 4 gola, një herë tjetër 3 në mos gaboj, edhe kur shkoi 1-0 thash mori fundin. Ja, Këllë rrjedha prap. Edhe po rrjeku.
Hyre i goli Bajrami, thash aty më dha një ndjesior, ky ekip do kualifikohet, s'ka shans. Mendoj që aty ka qenë pika se nga aty mbrapa. E di se qesha se kur thash çdo gjutje shkon te gol, më kujtu dhe Seferi që 1 metër larg portës u ngatru me komp te veta, shkoi gol te Nero. Kur niset diçka niset. Tani mendoj që një fushat kualifikues europiani u kualifikum shkum në europian, a mund bëni më mirë? Sigurisht që mund bëni më mirë, se nuk është se duhet kënaqem me këtë që mjafton pjesëmarrja. Një kualifikues e Nations League ku ishim me pikë të barabarta, aty dështuam ne. Ai ishte dështimi jonë. Dakor, po grupi ishte i ekuilibruar. Tani shikoj, qofse ty të rref Ukraina këtu, do ti e mund mas një europiani gjithmonë ose ekipe si Shqipëria kanë një ulje. Problemi është që ne e patëm të shkurtër uljen dhe u ngritëm direkt me këtë pjesëmarrje botëror në Inshallah, po jo, mos e kthe fare. Në play-off me Polonin. Kështu që nuk besoj që do jetë shumë e vështirë për çdo trajner që do vi të arrijë këtë që arriti Silvinho. Me të mirat, me të këqijat, edhe unë s'kam qenë shumë herë dakord me zgjedhjet. Shikoj, nga ajo që ne shohim se normal, patjetër. Shikoj, unë kam ndjek kombëtaren kudo, dhe kam qenë ndoshta në brendësi të shumë dinamikave, po themi të formës lojtarëve që ndonjëherë nuk delin pa. Lojtarëve që detyrojnë stërvitën 10 minuta, po kjo po themi jo se s'bëhet publike, po thjesht që duan ta tentojnë deri në fund më mbrapa që ta provojnë, apo ka dhe shumë gjëra të tjera, kështu që ai është ai që e di gjendjen reale të lojtarëve. Pastaj ne shohim më jashtë, po do për shumë dinamika, për shumë momente kam qenë dakord që mos futet ky të futet ky. Po që ai merr zgjedhje, ai ka zgjedhjet përsipër dhe besoj që koha e shkurtër 2023, ne jemi 2026. Ai fiks në ndeshjen që do luaj tani me Polonin, e ka nisë me Polonin, kur kam vajt në fund ndeshjes si bëj intervistë me Silvinjon, pashi ishte shumë ishte i irrituar, ishte i mllëfosur. Edhe si rrallë herë i thash që para se fillojmë intervistën i thash që pse kaq mllëf, se ne hera parë thash unë jam i kënaq, jo ishte e parë dhe i thash unë personalisht jam shumë i kënaq edhe se paktën lutem mirë. Se ti gëlloni çik kështu kjo, se ne mësuar ndër vite lutem mirë po u rrafëm. Edhe me dinjitet e kemi patur. Po jo, realisht thush me 50.000. Jo, me vërtet ngrofi shumë ajo neshe, Ajo ngrofi. Jo dha pikërisht se bën mirë të doja që ta merrë një pikë. Edhe aty pastaj nisi ajo që mas Polonisë sa rrafi njëri. Vetëm i humbë patur. Dhe përqendrohet te Polonia. Nëse nuk e dalim dot mban me Polonin, a quhet dështim? Dështim. Tani besoj që steka është ngrit, domethënë kemi arrit deri këtu. Unë do ta quaj dështim nëse paraqitja nuk është aty ku duhet. Pastaj që të rrifesh me Poloni nuk mund ta quaj dështim. Nëse skuadra futet dhe s'ka zbrit fare në fush, është dështim shumë i madh. Pastaj nëse ti jep maksimumin dhe shko Lewandowski minutë 90 merri penallti apo ku do një gol me koks, mund ta quaj dështim. Kur kemi luajtur me Polonin nga qenë reja trajneri, jemi rraf 4-1. 4-1. Dhe kam parë një stërvitje të Legës Varshavës. Kompleksin ku bënte stërvitje. Ishte këtu rrezik në Shqipëri ti mbledhësh gjithë ato nuk i bën Barsa ai kompleksi. Do thënë kanë shkollë, kanë futboll. Tani ne edhe kjo nuk do të thotë që ne do justifikohemi që okay, ata kanë shkollë, kanë futboll dhe do na rrafë. Problemi është që janë çik shumë vite përpara, kanë nxjerrë lojtar të mëdhenj. Problemi është që ndonjëherë në futboll diferencat zvoglohen. Urojmë ndërrejmë bëhet realitet. Do ishte shikoj. Do ishte diçka shumë e bukur për një vend si Shqipëria, ne jemi shumë futboldashës. Edhe pse ndoshta nuk e reflektojmë, po themi në këtë përditshmërinë që fëmijët luajnë futboll apo të ketë fushë, po s'ka. Po shohim bashkojmë me vetëm një kombëtare, shohim. Ska shtëpi, po jo, nuk po flasim për kombëtare, po flasim për kampionatet e huaja, që i ndjen, nuk ka, po tani lësh një rrugë edhe një gru 60 vjeçë, ti thot dy emra ekipesh. Domethënë në ndryshe nga vendet e tjera, ka vende të tjera që ti shkon ditë që luaj ekipi kombëtar. Janë indiferent. Thot ku, s'ka neçë thot. S'di që të luaj njëri, po pati un kam qenë në disa vende nuk e përjetojnë. Mirë, jo këto balltike, se këto nuk është se vrasin më një fort. Po të tjerët e duan kombëtarët. Absolutisht e duan. Po them që një pjesë është dhe po themi izoluar, kurse këtu e duan pafund. Se ky raporti që kombëtarja plot. Po është edhe niveli i futbollit këtu është dobët. Vlla, tifozët që është tifoz futbolli. Ti dhe unë dhe Koli di shumë mirë që skuadrat e zemrës qytetit i ndjek para pastaj kombëtarja. Kombëtarja nuk e vetëm tifoz futbolli, që jemi të qartë. Po pra këtë do dojnë. Tifoz për gjithë, për marketing më. Shikoj, kombëtarja pastaj është gjë tjetër, se trumbetohet. Ke më tepër edhe kronika lajme, shkudo njoftime. Fryma që krijohet qytet janë gjitha. Po dalësh i ditë para ndesh ke panella, ke flamuj që shitëm.
Kurse për pjesën e kampionatit pastaj ndryshon te aspekti që varet se sa marketing kanë ti të mirë dhe sa cilësi ke që ti t'i afrosh njerëzit. Nëse dilet dhe po themi luajti ndeshjen e Albania, do të ke 1000-2000 veta, pastaj për kombëtarë mos harro që është gjë tjetër, se kombëtarja mbush edhe për një arsye tjetër që përveç atyre që janë këtu, ne kemi edhe janë 9 milion tjerë që jetojnë jashtë, që presin biletën dhe me zor vin. Ka bërë përshtypje, isha në Reykjavik, luani me Islandën. Kishin ardhur nga Bostoni. Vetëm për ndeshjen, për ta parë në Reykjavik. Do të uftojnë nga gjithë vendet e botës, vetëm për ta parë, ashtu siç vjen edhe në Albania. Pafund, kështu që ka një nga Bostoni nuk të vjen kurrë ty të shofi Egnatia apo Teutën, do të jemi me këmbë tokë. Vërtet. Prandaj do të kemi këto stadiumet e vogla, të kemi kampionatin ton, sigurisht po të kesh më shumë stabilitet edhe ke përbërjet që i thu Tirana Partizani, po unë kur pash të derbin e fundit betoj nuk njeh asin lojtar. Ta them me pastërti. Do të shkon kualiteti. Jo, ta them me pastërti, kualiteti i ekipeve dhe një bisedë që me një mikun tim që është arbitër aktual. Edhe kur po shikoja tha që nuk e kisha shumë vështirë për të njohur dhe për të dalluar lojtarët. Po e pa vështirë arbitri vet. Jo, shiko, zakonisht për shembull një arbitër futbolli thot Flori e di çfarë mënyrë loje ka dhe deti ku studion, kurse aty janë 22 që janë vetëm Tirana hoqi 10 dhe mori 10 janar. Po Tirana po. Pastaj hoqi 15 në shkurt, mori 12 tjerë. Po shumë ekipe bën edhe ndrimin e verës, po. Po pra, ky është problemi që për pjesën e tifozëve. Sa kohë futbolli pak te karriera jote. Si e bër komentator futbolli? Dhe duke se ke pak pasion familjar, se nuk parashojmë dy vëllezër të jenë të bëri Albani ti apo ti Albani, si ka më të madh. E vërtet këtë është shumë stil. Ai Albani është më i madh. Po të dy e kemi pas shef që të vegjël. Kanë qenë ato kastofonët me kaseta që regjistroheshin dhe fshihesh. Futej kaseta me shirit, ti regjistrohesh. Atëherë bëjmë të dy prova. Albani nisi shumë më herët, kurse mu dha mundësia të bëja një provë. Edhe kam bërë një provë te Tringu. Në atë kohë bëra një provë, atëherë ishte një konkurrencë Tring digital, kush do merrte Champions League-ën. U bë një luftë e madhe dhe pasi marrova të provën thash, ok, 2 javë s'morën, apo se kam kaluar si ka. Na morshin ligat aty. Bie telefoni pasaj dhe më thonë se moderuar ti. Mund të ishte ndryshe. Edhe pastaj marrin telefon se i bë gati se nesër do fillojmë, edhe ty filloj. Kalova 5 vite, ndërkohë që më parë unë kisha punuar në gazetë, pastaj kalova në digital, aty ku jam dhe sot. Gati 2008, 18 vite në shtator, bëj 18 vite në koment. 18 vite në koment. Ndeshja më emocionuese, më e paharruar që e komentuar. Shikon, nuk di të veçoj një. Më thënë, ajo që kam në këto 18 vite, ndoshta do kisha pas dëshirë që kisha komentuar një ndeshje të ekipit kombëtar që nuk e kam komentuar dot. Se e komentuar kur Shqipërinë. Po ke qenë gjithmonë pranë si gazetar, pranë. Si gazetar, po kam qenë me intervista, duke ndjek ekipin. Nuk është e kam humbur ndonjë gjë, se besoj kjo është eksperiencë më e bukur, kjo e të ndjekurit të ekipit. Je më afër lojtarëve, arrin të perceptosh diçka më tepër, arrin të kesh një lajm më tepër, një burim, ta ndjekësh jo vetëm këtu, po kam ndjek në gjithë shtetet, kryesisht që ekipi kombëtar ka paktën 5-6 vitet e fundit kam qenë kudo. Vetëm pa humbur asnjë ndeshje dhe me grumullime 10 ditore dhe një javore, edhe kam qenë aty duke raportuar. Edhe ato të Europianit? Në Europian jo. Se? Nuk ishte për fajin tim, ishte për shkak të drejtave, të cilat i kishte klani, unë isha pjesë e Digitalbit, nuk arrit po themi një shumë. Sepse kisha, ideja është që kisha ndjek ekipin, isha njësoj si po themi si lojtarët, që kisha lyp formacion me thjesht gjatë gjithë kohës kualifikuese dhe pastaj u dëmtova dhe nuk ika dot në Europian. Pra, ti u ndjeve si Erolin Shala, Berat Gjimshiti dhe ato dy tjerët, Milot Rashita, në 2016. Që hoqi të vjazë. Jo, rasti të ndrua trajneri. Po. Ka qenë kampionati shqiptar, besoj për këtë një merit madh ka dhe Digitalbi në atë kohë. Jo se unë kam qenë po mbaj mend vetëm ditën e derbit. Derbi nëse do luhet shtunën apo të dielën, derbi niste një javë përpara. Me intervista, me lidhje direkte, edhe kjo në trumben tonte, karikonte tifozët shikonin kronika speciale që ne bënim me lojtarët
në derbi, duke vënë përballë, po themi. Pas bosë dorëlie speciale me BAM, treshën BAM. E mbajmë të Partizani, po. Bravo, të gjitha këto karikonin ambientin dhe bënin që tifozët kishin më shumë interes, sepse njiheshin kush ishte lojtari, që fliste, vinim Asani, kishim dy komentator të ndeshjes, pra një komentator dhe një komentator teknik. Kishim 2 veta që rrinin te stolet te pankinat që ishin për lidhje gjendere, dhe kishim të 2 vetat e një ishte jashtë stadiumit dhe një ishte në për tifozërit që lëvizte. Pra ishin 6 veta, shto këtu dhe 4 tjerë që ishin suport, pra për një ndeshje ne kishim gati një ekip që shkonte. Dhe sigurisht digjitali pati meritën që e rriti, e ktheu me atë mënyrën e vet, edhe me kanalin e lajmeve që ishte që transmetonte dhe arriti një nivel. Atëherë u kualifikua dhe Skënderbeu Europa League. Për herë të parë në Europa League, në nivel më të mirë nga tani. Ishin më të mirë dhe kjo i nxiste ndoshta edhe më tepër tifozët. Përpara 3 vitesh kur nisëm në Supersport, kur ishim kampionatin shqiptar, një emision që kishte të bënte me statistikë, u bë për herë të parë. E dini ku jena mbajmë dhe shifra koha analistë superiore çdo ton. Me një djalë që Fatjon Bardin, video analist, shumë i përgatitur. Dhe bënim rezultate kombëtare se kam parë. Masi ne humbëm drejta kampionatit shqiptar, e zhvendosëm të njëjtin emision me të njëjtat shifra për lojtarët e kombëtares. Okay. Pra duke nxjerr, po themi 3-4 më spikaturit e javës dhe du tregu gjithmonë rendimentin e lojtarëve. Komplimente për atë njerëz, ishte shumë emisioni. Dhe ai ka qenë i pari që është bërë i këtij lloji, se të gjithë kishin emisione dhe flishin me fjalë, me llafe. E Rafi, gjujti dyer por pëlese. Ai krosoi bukur atë se e pa shumë se do i kthej. Kurse aty ishte me shifra. Shkaktonte pafund reagime se që un kam marr pafund e futë Florin ti se e njeh ti. Kështu i kemi, mos është gjë i rash dritar të gjë dera? Pse? Ka filluar prapë një informat aty. Se ka filluar një kështu DFSH-ja, një emision i tillë. Jo, po ai vazhdimesh, pastaj. Sako. Nuk rritet pa i fut fundit. Po ishte e bukur miku im. Po e njëjta, është nuk ka asgjë se ai nuk është se shikon, nuk është se është me autorsi, po themi që kemi ble patentën në emisioni, më thënë atë mund ta bëj kushdo, mjafton të futet thjesht ishte aty u bë për herë të parë. Po, është vërtet. Pastaj na shif në javën, ama the që ecën, javën tjetër video analizë. Jo, me analizë. Ke komentuar apo po them ke bërë atë gazetarin fush edhe me shumë personazhe të njohur botës futbollit, mbaj mend Mourinhon, Harry Kane, pra shumë. Mourinhon ka qenë një histori apo si kanë qenë këta njerëz nga afër? Çfarë ka bërë përshtypje më tepër? Dhe aty kishim Mourinho ishte unë kisha edhe përshtypjen se ka qenë gjithmonë sfidë e mi pak antipatik. Edhe në sjellje, po ishte komplet gjë tjetër, ishte shumë, ndoshta edhe për shkak fitores, sa nuk e di që ajo e ngrofi çik dhe ishte shumë i sjellshëm, madje unë u vonova 1 minutë më duket se nuk ishim gati për lidhjen. Do të thonë se kam problem. Doli kampioni? Dhe që ta shpjegojmë 1 minutë minutat e UEFA-s është 1 minutë shumë e gjatë. Po. Jo, ne sepse ata ka diçka, ata të rrin aty. Më thënë një herë shumë e vështirë. Kam bërë intervistë me Lewandowski, me Harry Kane, me Luis Enriquen, me Kvaratskhelia-n. Nuk do t'i hap ti shoh se zakonisht me Ronaldo fotot. Ronaldo jo, e kam pas kur erdhi Ronaldo në Elbasan në Shqipëri, Portugali, ka qenë shumë masa të rrepta sigurie, ka qenë 4 bodyguard. Ka kaluar afër, domethënë ka mundën kapi foto sepse ishin tani unë kuptoj atë nuk ka faj se vjen këtu dhe të gjithë duan që të Po, unë e pash malin ishte e frikshme. Në atë kohë kur ai ka ardhur nuk funksionon ose nuk funksiononin akoma, po themi të mirëfilla që ti mund të merr intervistë këdo dhe UEFA zakonisht ka pas shumë vështirë që ta binte Ronaldo që ndronte, po themi për intervista. Futet UEFA 10 gazetar dhe nuk e marrin dot Ronaldo. Giuliana Nura e refuzon Ronaldo. E ka mundësi dhe i thot ik, nuk e du. I pashto vetë vla. Me që e ka të regu, e kemi ne lajmin e parë. Duhet një moment si klesh me komentimit. Ma i mend një neshje, Bylis Tirana. Nuk ishe ku të komentoja, nuk ishe as tribun. Nuk ka kabin. Edhe vendos një karrike tek arbitri 4, një karrike që tulen vetë, dhe një karrike që për të mbajtur edhe monitorin. Dhe vazhdon. Sulm Tirana ka qenë, mos gaboj, Ndikumana, nuk e di nëse kujtoni, ka qenë një sulmues. Ndikumana po, afrohet topi me gati me port bosh, afrohet ngrihet gjithë stoli Tiranës, s'ka ku të shih jam fare. Shoh televizorin aty bitë dielli. Vetëm në atë moment u bë gol tash do të më thonë emër se s'mund ta leja. Ka emër. Edhe
Sulmus të ti, logjika sulmus. E u bo rëmuje madhe, Ti nga komentatori, po imo, e ke parasysh nuk e di, ishte goli ishte Ndikumanës, unë thash Kahata, ka qenë lojtar tjetër, Gilberto. E u bo rëmuje madhe, komentatori tha ngatron emrin, po asnjë s'ta besonte kushtet që ti po themi komentoje, kupton? S'ka mundësi, se ke parasysh gjithë ul ke televizori, ke divani, ka mundësi për tavolinë, stupaneshë, si ta ngatroj ky, çaj me rrogën ky, pse ta ngatroj ky? Ka qenë në fushkruj. Ka pas vetëm një do të vihet sa shkallë dhe do të bëja xhive. Që ty shkallë hekri. Po, shkallë hekri që ty bëhet veni komentit. U rraf, e hoqi shkallë të njënë. Nuk zbrisja dot me bëj intervistat e meshjes. Thash si t'ja bëj, orë çun ve shkallën që të zbresën. Jo, edhe u rrafëm ne. Sigurisht e kisha fajin ti. Po jo, se si kishte me mua, se unë s'kisha si faj e ditë, po ai thjesht është edhe për shaka, edhe për çevi, ishte po të them, ka pas rrethane nga më ndryshme, kurse tani stadiumet janë kompletuar, janë bërë ndryshe kushtet. Atëherë për shembull, një pyetje. Ha jepi. Pas sa kemi porosi, pyetje nga Alban Xhani. Thashë ke një pyetje për Koli, tha kam një pyetje. Pyetje tha me kërë tifoz, vetëm këtë pyetje. Oh, e pasa me kujn këtë. Këtë e ka me kujn se ku do me dal, nuk e di, po e pasa me kujn. Tifoz, unë jam asnjë tifoz. Ja, le tani. Gazetar sportiv që nuk është tifoz me një ekip, nuk është gazetar sportiv. Ti e di shumë mirë ta. Unë, jo. Verify vllai tënd për pyetjen, jo. Jo, bëj shaka, se unë edhe kur ka thënë italian, duket si gjerman. Kur ka thënë herë tjetër që i thash po unë s'kam lind, do të thënë direkt gazetar komentator, më nuk ka pas përqendrim. Unë jam teori i profilit i shkollës italiane futbolli. E shef thash italian, duket ke në Inter si kumanon me Florin po diskutoja përpara, po i thoya që atëherë ke parasysh ndikimi ndeshjet që po themi kur ka qenë pirateria, atëherë që ka pas të drejta, po i jepnin ke Shiaku, e lëvizte ai, merreshim kalohet që nga Juve ke Milani, nga Milani ke Interi, shifshim 5 minuta atje, 5 minuta këtu që të shifshim gjitha dhe ka edhe ndikimi, media dhe të gjitha ke futbolli italian. Tani, se Albanit e të bëte gol 1-0, për t'jap ta bëj gol 2-1 ta përmbysje. Jo, 1-1. Ta bëj 2-1 ta përmbysje. Komentator më i mirë, ti apo Albani? Tani do të përmbysur. Albani, më diskutoj. U tregua modest. Ndërkohë ndjek një video që Albani ka thënë veten e vet. U tregua modest. Shiko, një nga gjërat që kam pa, shpesh kuptojmë, unë shikoj gjithë intervistat e ftuarve nëpër televizion tjera për të kapur një moment apo diçka që ka thënë. Pash intervistë dhe dikush ka komentuar, komente pik. Që Sokol Xhani duke shkruar një përzierje e Nagelsmann me Hansi Flick nga paraqitja. Edhe tani që e shoh nga afër kuptoj që ka patur drejt. Ma kanë thënë gjithmonë këtë pjesën e që është bjonde, ke parasysh e gjithmonë thrisë gjerman, ose për shembull kur qellon që iki jashtë, ke kanë shumë vështirë do llojnë se skejbe duket si ta çaj hallin. Nuk ndik, po jemi bashkë. Ndërkohë nuk e kam këtë problem, prandaj kalojmë te vari tani. Hapim varin. Vari që gjithmonë thyen rekord dhe gjithandej që ne Flor për fat mirë hapim varin pa pas nevojë të tërhiqet një skuadër nga loja. Kjo tip deklarate e fortë. Keq po pëlqejnë to kunja janë bukura. Sokol. Nëse Shqipëria fiton një penallti minutën në 90 me Poloninë. Cili do e lije penalltin? Nuk po bind asnjë nga ata sulmet që mund të jetë i ftohtë në ato momente. Them që do isha mes fush Laçit. Laçi. Qazim Laçit. Zgjedhje interesante. Këtë vit. Ose do ta argumentoj. Ka 3-4 gola që ka me penallti. Te Rizespori, i ka shumë të mira. Domethënë i ka saktë. I ka të forta penallti, të kam pa detaj. Nëse zgjohesh nesër trajneri kombëtares, cili është vendimi i parë që do merrje? Ke fol me Dukën? Dakor të shej. Dakor të shej. Vetëm ato botror thotë ai po e bëjmë kolin trajner. Kush është vendimi i parë që do merrje? Do thoja që Muçi do jetë gjithmonë në ekipin kombëtar. Luan apo s'luan, pastaj ta kem unë dorë, po që e du që tjetër të ke 23, 24, 25 të jetë gjithmonë. Nëse do merrje një lojtar nga gjithë bota dhe ta bëj shqiptar të luante me kombëtare. Cili lojtar do merrje? S'ka diskutim. Leo Messi? Jo, diskutim dhe mund të ketë. Me këtë moshë tani? Aktualisht do isha mes Kane-it edhe Lewandowskit.
Nuk pyete fare për Yamal ose Mbappé. Yamali të kombëtare, e di çfarë do bëjnë Yamali të kombëtare. E kishin nxjerr për jashtë. Shikoj, nuk mendoj që Yamali do, do të thënë, nuk mendoj që të tingëlloj çik shumë. Nuk mendoj që Yamali do bëte mirë, ke vërsë se duket shumë e çuditshme. Jo, duket shumë e çuditshme. Unë them më tepër do na profili i Kaneit apo i Lewandowskit që kanë golin gjak edhe që janë lojtarë që bëjnë nga 40-50 gola, 60 gola në sezon. Shqipëri si mungon, ne kemi akoma goleshnus të ekipit kombëtar, jo Bogdanin. Në sa vite Bogdani ka kaluar boçuni me lutje ekipin kombëtar tani i Bogdanit dhe është akoma goleshnuesi më i mirë. Kjo tregon që nuk kemi lojtar goli. Nga lojtarët e kombëtares, po të ishe trajner dhe po të kishe mundësi të klonoje, të kishe dy fish në fush këtë zgjidhje. Tani do thoja për shembull, po them Brojen, po Brojen më të mirë. Këtë menduam miku im, Brojen më të mirë. E di pse trilogjika Brojës? Të lidhe për arsyeën tjetër. Sepse Xhaja mësoi krahun e djathtë dhe me dy broja ti lë një brojë qendër, një brojë ka djathtë. Dhe beso qefin. Shikoj, un kam qenë gjithmonë partizan i kësaj pjesës brojës, pas dash të bëhem mjeshtër futbolli, se tash nuk e kam atë kompetencë, por kam 20 vite që e komentoj dhe diçka them që di, ose më sa kuptoj, nuk po them që di. Për pjesën e brojës, broja po insistohet dhe më duket është e kot që broja vazhdoi të është qendër sulmues, nuk është kurrë qendër sulmues. Me thënë broja duhet të mësoj të luajë krah, po tani që të luajnë krah broja, duhet që të mësoj të mbroj pak. Po se ka shumë qejf të mbroj pak. Ska ka të mbroj pak. Jemi në diskutim si puna e Leaos dhe Milanin, që tani ta heqim nga sulmues krau, ta fusim me ke dy sulmuesit që t'ia bëhet çik më e lehtë që ai mos mbroj. Me thënë ai është lojtar tipik me hapin që ka, ai po të jetë në formën e vet më të mirë, ai mund të bëj keq çdo skuadër. Pastaj këtu futen ka psu dy dëmtime shumë të rënda që nuk janë të lehta psikologjikisht mbi të gjitha. Të thonë ata që e kanë provu, thonë që në moment që ti kthehesh nga dëmtimi, ti ke frikë shkosh në një duel, sepse të duket se do të përsëritet edhe njëjta gjë. Dhe kjo lojtarët i pengon në duele, po s'u futën duel, po s'fitove duel, nuk fiton dot futboll. Do të thënë do humbasësh çdo duel dhe jesh nga më të kritikuarit. Fakti që e krahasoi me Leaon e Milanit tregon që është tifoz i Milanit? Jo, mora për shembull fund me që ishte unë prej ti krahasoj me Realin ti ku mprek në gjë. Vinicius pra. Ku mprek mua që jam tifoz i Realit. Ti që prek me Leaon, e mora vesh në këshillë. Albanes buluam. Po të klonoja një lojtar, do klonoja portierin, se me dy portier nuk ta bën golin njëri. Po do të inteligjencë fort, si inteligjenca ku? Shqipëria ka shkuar në botror. Kë do dojnë grup përballë? Tani sa më të lehta, po nuk e di, besoj në një tani. Po mirë, për shembull një Shqipëri-Brazil botror do ndronin gjithë. Për ta parë së ndeshje. Po 7-1 thotë prap. 7-1 si Gjermania Brazilit. Po pra dhe Brazilin e pastaj. Ja. A lera atë. Unë kur shikoja për shembull them Harry Kanein, që kisha aty në intervistë, thosha, është ky ose është ky. Se ti jep edhe ndjesinë një lojtar shumë i sjellshëm. Po pra, konferenca për shtyp shumë çuditshëm, a dëgjoni pyetje për respekt. Ai erdhi, mbaj mend Lewandowskin, kemi qenë dy pyetje se dolëm nga temë tjetër për t'rregoj. Lewandowski ishte vetëm dy pyetje, dhe ishte edhe zëdhënësi për shtypi Polonisë, ishte edhe UEFA-s të dy. Edhe në moment që un po e përktheja, dukshë do bëja një pyetje tjetër. Edhe ajo e tërhoqi, dhe ai hoqi dorën, i tha jo, ta mbaroj, tha se s'e kam mbaruar. Do të thonë që tek e fundit as e di që je, po themi, gazetar i Shqipërisë, gjithë famën që ka Lewandowski shumë i mund t'ikte, kemi pa tjerë që kanë ikë, po që janë shumë të cilë që janë komplet ndryshë nga ai që ne shohim se ndonjëherë krijohet ajo simpatia apo antipatia për shembull nga ekrani nëpërmjet një episodi. Urojmë që një fuqi e miratyrshme t'ia tërheqë dorën kur të jetë para porte me ne dhe të tërheqë mbrapa që mos të godasin topin. Nëse shkojmë në botror, çfarë premtimi jep? Çfarë do bësh, miku im? Unë i shkretis tem do ta sej bluzën se ai do. Do ishte katastrofë. Ka kaluar këtë premtim. Ka bërë një mini këtë. Si fuçi liçish këto poshtë. Desha parash Meksik. Me thënë do si do jesh mes kartelave pra. Po ti jem atje do dalë të raportoj pantallon shkurtra. Po aty ta lejon. Aty ta lejon edhe kimi. Jo, po me stadium sta lejon, do të futesh stadium. Një parashikim për ndeshjen ta mbyllim kështu. Po parashikimi dhe ishte 1-1 në shtesë dhe minutën e 119. Ta bëjmë ne golin që evitojmë penallti, i kanë frikë penallti. Kujtime të hidhura kemi nga penallti. Jo, problemi është që ana psikologjike luan një rol shumë të madh te penalltit. Dhe ta besoj me stadiumin që janë në favor, krah do jenë më në favor, kurse një nga lojtarët tonë që gjui penallti me 50.000 veta kundër, 50.000 janë kundër, se më jenë 40, 43 se 7.000 mund të jenë 7-8 do jenë shqiptarë, 8.000. Kështu që do bëhet çike vështirë, kështu që me pak fat thash do zoti, po nuk do kishte kuptim fitoria ose një fitore me Polonin pa
një tjetër më mbrapa, se do ngele, pastaj do ngele peng që siç e thot Albanxhani, shumë fat. Urojmë të kualifikohemi, faleminderit. Faleminderit juve. Andale!